Të nderuar etër, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin. I madh është Perëndia ndër shenjtorët e tij. Pse? Sepse Zoti na ka lënë përveç shembullit të tij, veprës së tij unikale, na ka lënë dhe shenjtorët, të cilët përsëritsin në kohë dhe në hapësirë veprën e Krishtit. Prandaj ata quhen Krishtër dhe janë të lavdëruar me lavdinë e Krishtit. Dhe janë miqtë e Krishtit, shërbëtorët e Krishtit dhe ndërmjetuesit dhe avokatët tanë tek Krishti, i cili është avokati ynë tek Ati. Gjatë gjithë vitit liturgjikal, Kisha Ortodokse kujton në çdo ditë shenjtor. Ta shenjtorë janë të ndryshëm. Të parët janë martirët, pastaj vijnë hierarkët, oshënarët, apologjetët, anargjendët, të drejtët. Por ka disa shenjtorë të cilët janë të mëdhenj dhe Kisha i vë epitetin i madh, sepse këta janë shenjtorë jo thjesht lokal që i nderon një kishë ose një komunitet. I nderon e gjithë Kisha apostolike që është në gjithë botën. Ta quhen pan-ortodoks ose gjithë ortodoks. Dhe një ndër ta shenjtor për cilin e mbledhur ne sot është Shën Dimitër Mirovliti. Një shenjtor shumë i madh. Duke filluar që nga shekulli i 4 deri më sot, nderimi i tij nuk ka shterur, por shekuj mbas shekuj, vit mbas viti, të krishterët mblidhen dhe nderojnë këtë shenjtor të madh, siç jemi mbledhur dhe ne në këtë kishë, në nder të kujtim të Shën Dimitër Mirovlitit. Po le të kujtojmë pak kush ishte ky dhe kush është ky shenjtor kaq i madh. Ai ka lindur rreth viteve 274 mbas Krishtit, në familje të krishterë në Selanik. Prindrit e tij që kishin të vetëm si fëmijë e mëkuan me besimin, e rritën me besimin. Dhe kjo ishte baza e jetës së tij, që nuk e lëkundi gjatë gjithë sfidave. Edhe kur ai bëri një karrierë të madhe në perandori romake, u zgjodh general i ushtrisë të Thesalisë, madje edhe guvernator dhe prefekt i Greqisë, sa se kohë me qendër Selanikun, ai nuk u tundua nga lavdia dhe nga çdo tundim që ka pushteti. Përkundrazi, jetoi si një krishter, jo thjesht me emër, por me jetë. Ishte i krishter i vërtet. Madje ishte i lirë në mendje, në zemër, në shpirt edhe në trup. Ai e përdori pushtetin që kishte dhënë perandoria romake, që në atë kohë e persekutonte kishën dhe të krishterët në të mirë të krishterëve. Ai lexonte shkrimet e shenjta, i mësonte, i jetonte dhe ja u tregonte të tjerëve, sidomos të rive në Selanik. Kishte krijuar një grup katekizmi për të rinjtë e Selanikut dhe i mësonte parimet dhe moralet e larta të krishterëve. Dhe i jepte kurajo të rive dhe gjithë popullit që persekutohej nga Roma. Por, patjetër, kur një njeri ka vlera, ka virtute, ka karrierë, ka dhe të çmire të mëdha. Dhe kur perandori Maksimian erdhi në Selanik, atëre e denoncuan dhe i thanë: "Dimitri që ti e nderon, që i ke dhënë kaq pushtet, ai është i krishter." Kjo ishte akuza. Është i krishter, mbron krishterët. Dhe për këtë akuzë që është pa logjik, por që për romakët ishte një dëm i madh, ishte një sakrilegj i madh për perëndit pagane dhe për degenerimin e tyre, e futën dhe arrestuan dhe futën në një biruc, në një banjë publike, në një vend të pisët, në një vend të ngushtë, dhe e lanë aty për ta gjykuar më vonë. Maksimiani bëri disa lojra, sepse ai kishte fituar një betejë dhe madje kishte sjellë një gjigant emrin Ilie. Ky blasfemonte përpara të krishterëve dhe thoshte: "Ku është Perëndia juaj? Kush do të ndeshet me mua?" Asnjë nuk guxonte. Por midis asaj turme ishte një djalosh 7 shkurtër, por me zemër luani, quhej Nestor. Ai ishte nxënësi i Dimitrit. E dinte që Dimitri e kishin burgosur
por ai shkoi në burg dhe i kërkoi bekimin, i kërkoi uratën Shën Dimitrit. A mund të ndeshe me Ilieun? Sepse ai shan emrin e Zotit ton. Dhe u lut Shën Dimitri dhe mori aprovimin nga Zoti, e bekoi Nestorin, tha, shko, se do ta mundësh. Dhe kur doli Nestori në krye të amfiteatrit, të gjithë filluan të qeshnin. Madje Ilieu po ashtu. Por kur filloi dy luftimi, me një lëvizje të beft, Nestori nguri shpatën në zemër Ilieut. Të gjithë ndaluan, shtangën, mrekulli. Por Maksimiani u mërzit shumë. Paganët po ashtu dhe thirrën të vritet. Një gjë pa precedent, kur një njeri lufton dhe fiton sipas rregullave të lojës, duhet kurorzohet. Po ja këtu del dashakësia e paganëve. E vranë Nestorin dhe menduan se Nestori kishte bërë magji. Dhe këtë magjia kishte bërë Dimitri, sepse Nestori kur ta vrau Ilieun tha, në emër të Perëndisë të Dimitrit. Shkuan dhe e vran edhe Dimitrin me hesht në zemër. Kështu përfundoi jetën ky shenjtori i madh. Dhe që nga ajo kohë e deri më sot, si thash në fillim, fama e tij nuk është zbehur por shëritur. Perëndia është një perëndi i gjallë dhe shenjtorët janë të gjallë. Po do thoni juve, mos janë dhe këto fjalë, mos janë në retorik, thjesht për të mbushur mendjen neve. Jo, të dashur të krishterë. Ne nuk besojmë vetëm në fjalë, ne besojmë në vepra të fuqishme. Dhe ja ty të them një vepër tani, që gjithë bota e shikon, e ndjen, e nuhat, do thoni ju çfarë është. Tham që Shën Dimitri quhet Mirovlit. Pse quhet Mirovlit? Sepse nga trupi i tij, nga eshtrat e tij, për 16 shekuj, buron miro. Është një vaj aromatik që mban aromën si kur ke mbledhur gjithë lulet e gjithë botës. Dhe ky është një fakt që sot në Selanik dhe që dje dëshmohet se nga arkivoli i tij, nga lipsani i tij ka dalë një miro kaq shumë e madhe që njerëzit janë çuditur, ka mbushur me aromë kishën dhe gjithë qytetin e Selanikut. Dhe të gjithë shkojnë, e nderojnë dhe marrin nga ajo miro e shenjtë, nga ky vaj aromatik. Do thoni juve, çfarë është kjo miro? Është shenjë e Perëndisë, që u ka dhënë disa shenjtorëve për treguar shenjtërinë e tyre. Dhe sidomos Shën Dimitrit. Shumë shenjtorë janë prekupuar dhe ka thënë që miroja çuditbërëse e Shën Dimitrit është gjaku i tij, që kthehet në miro. Është dilirësia e tij, është virgjëria e tij. Madje dilirësia dhe virgjëria e Shën Dimitrit ngjan me atë të virgjëreshës Mari. Prandaj Zoti e ka nderuar kaq shumë Shën Dimitër Mirovlitin. Por ai që na mirosi ne është Krishti. Krishti e mori natyrën tonë njerëzore, atë natyrë të prishur që mban erë, sidomos edhe kur vdes. E mori trupin njerëzor dhe e shenjtëroi, e hynizoi me veprën e tij në kryq dhe me ngjalljen e tij. Dhe tashmë trupi i Krishtit, që është natyra ajo njerëzore, u bë miro, mban shpirtin e shenjtë. Dhe Krishti këtë ja u dha edhe njerëzve. Ja u dha edhe shenjtorëve. Na jep edhe neve, që neve njerëzit, edhe pse jemi një natyrë e rënë, por në Krishtin ne arrim dhe bëhemi të ngjashëm me Zotin. Dhe trupat tanë nuk do vinë më herë, por do vinë aromën e Shpirtit Shenjtë. Dhe këtë na ka premtuar Zoti në ardhin e tij të dytë. Dhe këtë e shikojmë tek shenjtorët. Prandaj, shikoni çfarë veprash të mëdha na ka përgatitur Zoti. Përse jemi ne të krishterë? Jo thjesht për disa gjëra, të ham, të pim, shëndet. Këto janë gjëra që kërkojnë paganët. Ne kërkojmë gjëra më të mëdha. Ne besojmë te Zoti, besojmë te shenjtorët, sepse ne duam të bëhemi si ata, të bëhemi zotër në Krishtin, të bëhemi të shenjtë. Dhe mos mendoni që këto janë fjalë të mëdha, si janë për neve. Zoti tha, bëuni të shenjtë si Ati juaj është i shenjtë. Të gjithë që kemi ardhur në kish duhet të shenjtërohemi. Dhe shenjtërimi është një proces që fillon me pagëzimin, që quhet ndriçim, pastaj vjen me shenjtërimin dhe pastaj vjen me hynizimin. Dhe Perëndia e ka dhënë këtë mundësi te njeriu dhe te shenjtorët, shikojmë që ata e arritën këtë mundësi. Të dashur të krishterë, jemi të privilegjuar të gjithë botës. Se jemi të krishterë ortodoks, kemi
lavdinë e Zotit, fuqinë e Zotit, kemi thesaret e tij që janë shenjtorët, ndërmitimet e tyre dhe të shëndimit dëshmorit të madh. Prandaj, mos ta quajmë vetëm të varfër, mos ta quajmë vetëm të mirë, mos ta quajmë vetëm të lëmënjan, por jemi ne ata që e mbajmë botën. Si tha Zoti, ju jeni drita e botës, ju jeni kripa e njerëzimit. Prandaj jemi thirrur për gjëra të mëdha, ashtu si bëri Zoti me shenjtorët, ashtu kërkon të bëj edhe me ne. Çështja është, duam apo s'duam? Të gjitha na e ka dhënë Zoti. Tani shumë për ju do vi të kungohet, të marrë trupin dhe gjakun e Krishtit. A e kuptoni çfarë ndodh? Ne marrim Krishtin brenda vetes tonë. Bëhemi Krishtër, kthehemi në miro të shenjtë. Pra kjo nuk është gjë vetëm për disa, është për të gjithë që afrohen me bes, shpresë dhe dashuri. Dhe në fund do të them dhe diçka tjetër. Bota gjithmonë është skeptike për mrekullitë që neve na ndodhin në kish. Për shembull po ujin e bekuar që nuk na prishet, ose për miron e shenjtorëve. Është bërë një eksperiment tani shpejt në Gjermani, ku është ekzaminuar miro e Shën Dimitrit dhe miro që del nga një ikon e Vigjesh Mari. Është ekzaminuar dhe janë parë përbërës kimik që nuk gjenden në botë. Është një çudi, thon shkencëtarët. Çfarë është kjo aromë? Kjo aromë nuk është toksore. Kjo aromë është qiellore, është aroma e mbretërisë së Zotit, por që Zoti na vjen që ta nuhasim dhe neve, që të na shtoj dëshirën, që të kemi dëshirë të nuhasim aromën e Krishtit, aromën e shenjtorëve, mirën e shenjtë, që edhe ne të arrijmë ku janë ata. Amin.